Rinovimi i jetës bashkëshortore është atëherë kur ti i jep hakun shtratit. I jep hakun shtratit. Gruaja është martu për burr, nuk është martu me pas një vlla plus. A do t'i themi gjonat ashtu se që janë? Apo të bëjmë sikur kemi të tërë për njëri tjetrit dhe të flasim gjonat përgjithshme? Unë nuk jam për gjonat përgjithshme, jam për gjona konkrete. Po kështu dhe gruaja duhet i japi hakun shtratit. Nëse duam jetë bashkëshortore të suksesshme, nëse duam familje me vlerë, shtrati ka pozicionin më të rëndësishëm në një jetë bashkëshortore të suksesshme. Në një familje me vlera, shtrati ka pozicionin më të rëndësishëm e përsëris këtë. Sepse fundja fundit, një prej sebepeve që njeriu martohet, kush është? Përveç 1, 2, 3, 4, 5 është dhe shtrati tani, mos bëjmë tani si burrat nërshëm. Shtrati është esenca biles. Kështu që duhet me i dhon hakun. Duhet me i dhon hakun shtratit. Dhe mundësisht vazhdimisht ketë rinovime, vazhdimisht ketë mënyra, vazhdimisht ketë trajtime të reja. Mjaft më ato klasike, tradicionalet. Gjërat ecin me kohën. Po, njëri do të lexojë, do të hulumtojë, do të pyesi.